Gjatë rresheve të dendura të dy ditëve të fundit, ekipet për riparimin e avarive të OSHE-s rajonale Kukës janë përballur me probleme serioze në linjën e tensionit të mesëm që furnizon në zonën e grykës së Vanave në Kukës. Si pasojë e prurjeve të mëdha të ujit dhe fryrjes së lumit, janë dëmtuar 4 shtylla betoni, të cilat janë rrëmbyer nga rrjedha e fortë. Këto shtylla ndodheshin në fillim të linjës elektrike që del nga nën stacioni në kilometrin e 2 të linjës që shtrihet përgjatë rrugës nacionale Kukës-Çitavec, e njohur ndryshe si Gryka e Vanave. Ekipet e OSHE-s kanë punuar pa ndërprerje në kushte të vështira atmosferike dhe në terren malor. Riparimi i defektit është vështirësuar ndjeshëm edhe nga rrjedha e fuqishme e lumit, duke pamundësuar ndërhyrjen në një kohë më të shkurtër. Megjithatë, synimi ishte rikthimi sa më shpejt i energjisë elektrike për fshatat e njësive alternative Çitavec, Topojan dhe Zapot. Nga pamjet e Kukës Televizion shihet qartë vështirësia me të cilat përballeshin punonësit e OSHE-s rajonale Kukës gjatë shtirjes së linjave elektrike në shtyllat e transmetimit në shpatët e thëpisura mbi lumin Luma në Grykën e Vanave, ku është dashur edhe vendosja e shtyllave të reja prej betoni.